Në ceremoninë e hapjes së fushatës për zgjedhjet e 11 majit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi se epërsia e Partisë Demokratike është e pakrahasueshme me atë të kundërshtarëve. Ai i akuzoi ata si peng të shpirtrave të tyre mëkatar dhe theksoi forcën e besimit tek vlerat, liria dhe kombi. Berisha i bëri thirrje mbështetësve të tij të angazhohen fuqishëm në fushatë dhe të besojnë se Shqipëria madhështore është një projekt për çdo shqiptar, për çdo adhetar. Ai premtoi se Shqipëria do të bëhet një vend më i jetueshëm, ku të rinj do të mund të realizojnë ëndrat e tyre pa u larguar. Miqtë mi, ne mbledhemi sonte me një vështrim të ri për Shqipërinë, me një betim solem para saj. Për ta nxjerrur atë nga kthetrat e këtij regjimi, për ta rikthyer atë, për të rikthyer tek ajo projektin e ëndrave të trive saj, djemve dhe vajzave, ëndrave më të bukura. Të dashur miq, 12 vite ishin vite të rënda për çdo shqiptar. Sot, 1 në 2 familje nuk ka një fëmijë në vatrën e vet, por e kanë rrugë të botës. Sot, 700.000 pensionistë qajnë pothuajse çdo ditë me lotë të ftohta mjerimi. Sot, mira smur nuk marrin ilaçet dhe mbetën në mshirën e smundjes në shtratin e spitaleve tona. Sot, qindra mira familje shqiptare nuk marrin më drejtësi. Sot, qindra mira biznese falimentojnë njëra mas tjetrës. Qindra mira vende pune shkatrohen nga narkoeurot e trafikantëve të Edi Ramës. Sot, sirenat e ndryshimit, sirenat e alarmit për ndryshuar Shqipërinë bien në të 4 anë të dheut. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se 11 maj është dita e votës së lirë dhe i bëri thirrje Edi Ramës të largohet nga pushteti. Berisha dha një mesazh të fuqishëm për bashkimin e shqiptarëve dhe fitore në zgjedhje. Kjo rruga drejt fitores, rruga duke trokitur çdo mendje dhe çdo zemër, duke takuar çdo të njohur dhe të panjohur, të bindur se Shqipëria madhështore nuk është një program për pushtetin e Sali Berishës, nuk është një projekt i veçantë, është një projekt për çdo shqiptar, demokrat i pa parti socialist. Është një projekt për çdo adhetar. Është një projekt për çdo njeri që i thot ditet dhe lirisë të ri ditet. Çfarë po kërkojmë ne? Po kërkojmë që Shqipërinë ta bëjmë të jetueshme. Po kërkojmë që Shqipëria të krenohet me prodhimin e saj. Po kërkojmë që tritë e saj të ndërtojnë ëndrrën në Shqipëri dhe jo të ndrojnë të ikin nga Shqipëria. Ndaj dhe le të bëjmë ne këtë muajin e përpjekjes të jetës sonë, muajin e vendimeve më të rëndësishme të jetës sonë, muajin për të dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve fitoren. Me 12 maj të mblidhem në këtë shesh, të festojmë së bashku për Shqipërinë.